Java e ardhshme nis me punë në terren për socialistët. Në mbledhjen e zgjeruar të grupit parlamentar të Partisë Socialiste këtë të shtunë, kryeministri Edi Rama ka lajmëruar nisjen e turit punët e Shqipërisë. Ministrat, deputetët, kryebashkiakët do të dalin në terren për takime me qytetarët në të gjithë vendin, në bazë të zonave të tyre elektorale, ndërsa do të njihen me problematikat dhe çfarë kërkohet për të ardhmen. Këto takime do të vijojnë deri në 12 qershor, datë kjo që përkon me 35 vjetorin e themelimit të forcës politike. Turi do të ketë disa tematika çdo javë dhe pritet të nisë me çështjen e integrimit që më herët është cilësuar si puna kryesore e socialistëve. Veç kësaj parafushate, kryetarit e bashkive pritet të zhvillojnë takime me qytetarët për të dhënë llogari mbi premtimet e bëra dhe realizimin e tyre. Këto direktiva të kreut të qeverisë u dhanë në mbledhjen e zgjeruar, ku pjesë ishin kabineti qeveritar, deputetet e mazhorancës, si dhe drejtuesit e institucioneve të varësisë. Takimi u zhvillua në Pallatin e Brigadave dhe përpos turit punët e Shqipërisë, u diskutuan dhe zhvillimet parlamentare në vend, projekt ligje të ardhshme, si dhe reforma territoriale dhe ajo zgjedhore.